Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që i ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot në këtë ditë, në fillim të kësaj dite të Ramazanit, të së dhe mënduar që na e lehtëson Allahu xhallahu ala atë që ka mbetur dhe atë që ka kaluar të bën nga veprat e pranuara dhe shpërblyera. Do të vazhdojmë sot inshallah me lenë të mënduar dhe me një stacion të rëndësishëm, një ngjarje që ka kaluar për te Muhamedi alayhi salatu wasalam, e që është meritore dhe rëndësishme që të ndalemi në të. Kemi folur në takimin e kaluar për vdekjen e dy njerëzve të rëndësishëm që kanë pasur rol të madh në jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, axha i tij Abu Talibi dhe gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Të dyja kemi ndarë nga një takim të posaçëm dhe kemi përmendur për Abu Talibin çfarë i ka ndodhur dhe si e ka përjetuar pejgamberi alayhi salatu wasalam vdekjen e tij, po në veçantë si e ka përjetuar vdekjen e gruas së tij Khadijës, e cila padyshim ka qenë një nga përkrasit kryesor dhe ka qenë besimtareja e parë që i ka besuar pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe i ka inkuraju në situatat dhe rrethanat më të vështira që ka kaluar nëpër to Muhamedi alayhi salatu wasallam. Kur kanë vdekur ato njerëz, pejgamberi ka vazhduar, nga se nuk ndalet e vërteta, nuk ndalet fjala e Zotit me vdekjen e njerëzve. Kjo është feja e Zotit xhella xhelaluhu. Andaj Allah është i gjallë dhe nuk vdes. Prandaj edhe ne vazhdojmë deri në vdekje. Pastaj, pas neve vazhdon dikush tjetër. Në këtë xhami që po falemi ne, në xhamia që ka qenë e vjetër, po këtu ka pas xhami, janë falë do njerëz para nesh. Me atë që kanë mujtë e kanë ditë. Ata kanë shku, tash kemi ardhur ne. Alhamdulillah, ndoshta Allah që pas neve të vinë edhe më të mirë, e të mbushin xhamiat edhe më shumë se që po i mbushim ne. Po kjo është rrjedha e zakonshme dhe e duhur e udhëzimit të Allahut te barekuhu teala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam po e përjetoi rënd vdekjen e këtyre dy njerëzve, e kishte vështirë, po megjithatë vazhdoi tutje. Tash pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndëruar kërkon një ambient pak më të përshtatshëm. Pas vdekjes së Abu Talibit, arroganca e Kurajshve shtua edhe më tepër. Nga se kemi thënë se Kurajsht e Mekës ushtronin dhunë me pejgamberin e Islam, edhe mbi shokët e tij. Por në raport me pejgamberin e Islam kishin një kujdes pak më ndryshe për faktin se Abu Talibi ishte mbrojtësi i tij. Ai kishte edhe autoritet edhe ndikim dhe kjo padyshim e bënte të vetën në raport me dhunën e Kurajshve në raport me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kur vdiq Abu Talibi, ata morën hap edhe më tepër. Dhe arroganca e tyre u shtua më shumë. Andaj pejgamberi asoj filloi me mendu për një ambient tjetër, për një, domthon, shoqëri tjetër që mund t'ia prezantojë Islamin. Dhe e gjet përshtatshme Taifin. Taifi është një qytet afërsisht 70 kilometra larg Mekës, nuk është larg. Dhe i ka specifikat e veta që për shkak të këtyre pejgamberëve e zgjodhi Taifin. Një nga ato specifika është se, domethon, në Taif ishin disa fise. Dhe asnjë fis nuk e dominante komplet Taifin. Prandaj pejgamberi synonte që nëse refuzon një fis, tjetri mund ta pranonte. Nëse dikush prej fisëve e pranon Islamin, do të krijonte balanse të reja në Taif. Edhe muslimanët do të kishin një ndikim dhe do të fakturizoheshin. Faktorizimi i muslimanëve në Taif do të ndikonte pastaj në Mekë. Andaj shikoni pejgamberi sa nuk bënte asgjë rastësisht. Nuk bënte asgjë nga presioni, mendonte mirë, edhe analizonte gjërat mirë. Dhe ky është mësim që duhet të marrë atë ndërmjet. Nuk duhet ta më shku veç në mënyrë të verbër, si mbyllazi, ku dal, jo. Muslimani planifikon. Allahu cakton, çka ka caktuar Allah nuk mund të më ikë pisoj. Mirë, po ne jemi të obliguar të bëjmë planifikimet tona, strategjitë tona, të shikojmë në pasojë sikur të kenë përmend e kështu me radhë. Dhe muslimani nuk ka jetë kaotike, ka jetë organizuar, të disiplinuar, në bazën e punëve që kam i bë, zhvillimeve që kam mes në për to.
sa çka kemë bë, nëse çka kemë shtu për punëve të mira, çka kemë lexu, ku kemë marr pjesë e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sa me zot Taifin mbi bazën e një analize që e ka bërë, nga se si qytet ishte më i afërt i Mekës, por edhe kishte fisë të fuqishme që kishin ndikim. Pastaj nuk ishin të varur nga disa individa, sikurse në Mekë. Në Mekë ishte fisi Kurajsh dhe ishin të varur fisë nga disa elitar. Njerëz i kishin syt ka ata, sikurse për shembull Ebu Jehli, Ebu Sufjani kështu me radhë. Në Taif nuk është situata kështu. Fisët ishin të ndara dhe secili sundonte nga ana e tij. Andaj pejgamberi thonë që të depërtonte mes tyre, që spaku nëse një nuk don, tjetri mund të pranonte. Shkojnë Taif pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe pejgamberi sa nuk shkoi publikisht me fol, por u bëri thirrje elitarëve, udhëhesve, respekt. Mas pari ka pyet ata që janë udhëhes normal, po shkon në vend tyne, po do me ndiku te populli tyne, shikoni edukatën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe u takua me elitarët apo. Edhe aty u prezantoi Islamin një nga një, u takua me këtë ndarës, dhe ata refuzuan. Nuk dëshën që të pranojnë. Në rregull, çështja e tyre apo. Pejgamberi alayhi salatu wasallam të nderuar kërkoi nga ata një kërkesë. Domthon, pranoni apo nuk pranoni çështën juaja. Mirë po, mundësisht këtë bisedë mes tesh mos e publikoni. Domthon, kom ardh më ofru, s'do një pranu, mundësisht mos publikohet apo. Të mbetet mes nesh. Ka se pejgamberi nuk donte që kurajshtë e Mekës ta kuptojnë se ka dalë nga Mekja, ka shkuar në Taif. Nga si do të përkeçonte edhe më shumë gjendjen. Do të egërsonte dhe ashpërsonte edhe më tepër reagimin e kurajshëve të Mekës. Andaj dhe kur doli nga Mekja për në Taif doli fshehur azi, s'ka dalë publikisht. Ka dalë në kom pejgamberi që mos më pa kurajshtë e Mekës sa është i hipur në deve. Se kur ka hip në deve ka qenë sinonim se po merr udh. Ka dalë në kom pejgamberi alayhi salatu wasallam. Shikoni çfarë strategjie, gjithçka planifikuar, gjithçka domthonë me ndërmarr masë të duhura, pse ishte pejgamberi i Allahut. E nuk bëri që me hip deve se më thon ndort Allahu çka ka caktuar Allahu bëj. Jo. Po i mur se vepet. Dhe u mundua që këtë çështë apo sa ma të ruajtur. Mirë pa ata ishin njerëz të ligë, fatkeqësisht ishin jo të ligë, por shumë të ligë. Pejgamberi sa me mirësi shkoi, ja ofroi, unë kam marrë me këtë pejgamber Allahut, sikurse po ndën Mekë. Ata jo që nuk pranuan të ndërozën. Po dhe e tradhun pejgamberi alayhi sallam. Qase ka qenë nga adet të arabëve, nëse ke hyrë një fis edhe të kanë pranuar, kjo ka qenë një lloj bese që ta kanë jap se jenë mbrojtjen tonë së jetëna. Edhe musafiri ka qenë shumë i respektuar. Pejgamberi s'u ishte një musafir tek ata, se ishte nga Mekja. Mirë po, në raport me pejgamberin e sollën këtë ndryshe. Le që refuzuan. Por edhe kur u largu pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam të ndërvozën nga ata, ku ishte me ta, ata domthon i vërsulën fëmijët e tyre, njerëzit me ndjelet që të vrapojnë mas pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam, i cili në shoqëri me Zeid ibn Haritha. Pejgamberi në Taif ka shku me Zeid ibn Haritha, një nga shokët e të afërt, që deri vonë ka qenë i birsuar, i ka thonë Zeid i biri Muhamedit. Pastaj kur kanë ardhur ajete që e kanë anuluar birsimin, e ka marrë emrin e babës tij atë. Po ka qenë i afërt me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe ja vërsulën fëmijët që me gjujt me gur, e me i shajt, e me ofendu, diçka pazakonshme ndodhi. Kjo s'ishte tradita e arabëve që kështu mos i musafirin atë. Absolutisht. E përshiko shejtani sa i tërbëj në raport me Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe thot Zeid ibn Haritha, thot derisa u përshtatën për një muri, s'patëm ka me shku. No, ata pastaj i largoi dikush i tha, largoni pikë këtu kur e pan që domthon po gjujnë pejgamberin sa me gur, por pejgamberi ishte i lënduar. Domthon këmbët ju kishin bërë me gjak. Domthon i piknin gjak pe goditjeve në përkëmb që ata gjujnë duke ecë pejgamberi sa domthon u lëndua. Shikon në rrugë Zotit që ka bërë pejgamberi alayhi sallam. Dhe nga është nisë më këtu ka Mekja, dhe nga hutia, nga ngarkesa çka i ndodhi, qysh njerëz të më bo, qysh ta më refuzu. Pastaj ngarkesa, qysh me hitash Mekë, se Mekka s'ka më marrë vesh, se kjo ngjarje e madhe është, komu për hap të karab komplet, ka shku me një vend e kanë gjujt fëmijët me gur, komu po punë e madhe kjo punë. Andaj në këtë, domethënë,
ngarkesë pejgamberi sa ka ecë, se ka vërtet që veç ka kalu kogja rrugë gjatë, derisa është këndell në vend i thënë Qarnu Thalib. Është një vend afër Mekës, çati është këndell pejgamberi sa ku jam tash. E ka pasë se ka mritë të një vend, ose ka vritë që ka kalu hapa shumë dhe në atë vend, nga ngarkesa e madhe ato. E aty të ndërru dhe i ka arë meleku Gjibril, thotë pejgamberi sa kom shikua, kom pa Gjibril. Gjibril i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wasalam, Allahu Jalla Jalaluhu ta ka dërgu melekun e kodrave. Dini që ka me lajke, krijesat Allah të barek o ta'ala, sesle i ka detyrat e veta. Ka melek që është i autorizuar me marë shpirët njerëzve. Melekul mauti, meleku i dekës, ai vjen u merr njerëzve shpirët ato. Ka melek që është autorizuar me fry shpirtin në mitrin e gruas. Fëmia kur në kapët, apo kur ngjizet, e kur vjen në moshë të caktuar 4 muaj dhe 10 ditë, vije meleku edhe i fryn shpirtin ato. Ka melek që jep jetë, ka melek që merr jetë. Ka melek që furnizon, ka melek që shumë vepra tona, ka melek që na ruan, ka melek ndryshëm. Gjibril është meleku i shpalljes. Gjibril është meleku i shpalljes. Mikail është meleku i furnizimit. Israfil është meleku që i fryn surrit ditën e gjykimit. E kështu me radhë. Andaj Allahu ka nda detyra. Dhe këta veprojnë me lehtë Allahu te barekuhu teala, padyshim. Melekët nuk kundërshtojnë. E Allah ja ka dërguar pejgamber sa melekun e kodrave. Ai është përgjegjës për kodrat. Por këtë bjesht dunia që ka, ai ka kujdes atë. Këtë çka ndodh, a duhet me dritë një kodër, çka do të më bë, ai e ka. Atij e ka pa Allahu domthon përgjegjësinë e bjeshve të kodrave. E çky melek ka tek pejgamberi alayhi sallam i ka thonë, Allahu më ka dërguar te ti. Nëse don, do Mekja ka qenë me kodra edhe Taifi. Nëse don, këto dy kodra që janë rreth tyne, don unë i lëvizi e i hudhi mbi kokat tyne ato. I mës, do të kanë gjuar ata me gur, na ata i mysin me shkëmb. Do kjo është e madhe. Të nuk vëza, a din çka do më thonë se mu pejgamberi sa më. A din çka do më thonë? Do në njëri për shembull që e shon pejgamberin sa më. Del pe fe më herë. Më herë del pe fe ato. Ska islam ai që shon pejgamberin sa më. Me në nëshmu diqka për shambull që ka thonë pejgamberi sa, me refuzun dhe fjallë, jo me se kjo s'është për kohën tonë. Kjo është rrezikshme. Që në kejtë rrezikshme, nga se çështja e pejgamberit është çështje serioze. Allah ka dërgu me respektu, jo me lujdes me ta. Ndaj, gjdo talli me ta është e kushtueshme, në dynja në ahiret. Në pejgamberi sa të ndërru dhe zërë, nuk e deshi këtë ofertë. Nuk e shfrytëzoj këtë mundësi. Po çfarë tha? Tha jo me shkatru, jo me mytë. Shpresoj që Allahu te barek o taala të nxjerrë gjeneratët e ardhshme që kanë me adhuru Allahun xhallahu ala kanë besuar. Nëse këta s'besojnë, unë shpresoj që do të vinë gjenerata pas këtyne kanë me besuar. E pastaj shkoj te Mekja, po kurrësh të Mekës nuk e lënë me himën atë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkoi, domethënë, nga njëri prej elitarve me autoritet në Mekë, që ishte nga fisi Khuza, një fis konkurrent kurajshve, Mutaim ibn Adi. E ai e mor pejgamberin sa e futi në Mekë dhe dulte çabia tha, "Pe sot ky është mbes teme, deti në shtëpi vet apo." Andaj ky djali vet e fisi i tij kanë me shpatat nxirrna, derisa pejgamberi ka fal dy recate të çabia u shku në shtëpi vet apo. E ka mbrojtur Allahu xhallahu ala me këtë fes apo. Kjo gjëra e Taifit. Aisha një ditë ka pyet pejgamberin sa tash Medinë, ma sa vjetëve i ka thonë dërguar Allahut. Cila është dita më e vështirë që ke kaluar për ta? Prej që ke ardhur pejgamber deri sot, dita më e vështirë që ti ke kaluar për ta? E ka përmend pejgamberi se dita më e vështirë që kam kaluar për ta, më e rëndë, që ka qenë për mua diçka vështirë për ballueshme, ka qenë dita e Taifit. Dhe kjo të ndërozë jo për shkak të plagëve që ka marrë. Nga se pejgamberi sa në hodë plagos më shumë se në Taif. Në hodë plagos fytyrë, i është qa fytyra janë ty dhëmballat në betej. Po për shkak se, domethënë, ka qenë një lëndim, një plagë shpirtënore, psikologjike, më rëndë se ajo fizike. Dhe ka pa dikush më shumë të lëndon dikush me fjalë, e të rënë më shumë me fjalë, se dikush për shembull me thik me ta prej dorë apo. Se edhe kjo është plagë, po dyshim.
Ama me të nënçmu, me të fëndu dikush, është e ronë njerëz, vështirë për ballon këto. Edhe kjo ka qenë dita më e vështirë që ka kaluar për ta pejgamberi alayhi sallallahu wasallam. Kjo është ngjarja që të remendom juve. Tash duhet që me përmend disa dobi që i marrim nga kjo ngjarje, nga se kemi thënë, ngjarjet nuk po i rrëfejmë si ngjarje historike, por po i tregojmë si mësim dhe udhëzim edhe për neve në jetën e kësaj bote, që edhe sot na përfitojmë nga ngjarja e Taifit. Çka marrim nga kjo ngjarje të ndërruar? E para marrim, shikoni zellën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me parafën Allahu te barekuta. I ka di gruaja, i ka di kaxha, i ka di përkrasit. U mbyll Mekja, kalojmë dikun tjetër, ama s'nalet. Vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam. Prandaj ka kërkuar një ambient tjetër jashtë Mekës. Jo me të kufizum. Dhe muslimani kur mbyll një rrugë, s'ta s'provoj ka valla. Shet ka rrugë tjetër, mundsi tjetër. Nuk bën më dorëzu në përpjekjen e parë, nuk bën më dorëzu në pengesën e parë. Ka rrugë tjera, kërka. Në rëndësi është që të jesh ambicioz, në rëndësi është që të jesh këmbgulës për me e jetësuni mësim të mirë, për me e jetësuni punë të mirë. Këmbgulësia dhe insistimi. E dhe që më të ndërëzër është aja që jetësi ka mërë, marrja sebepeve, ka qenë pejgamberi Allahut, njëri më i dashni Allahut te barekutaala. Mirë po masat i ka ndërmarrë komplet. Pastaj u mbështet në Allahut te barekutaala. Andaj ti merri masat e duhura, çdo punë çdo me kry, merri masat e duhura që realisht kanë të bëjnë me çatë punë që kemi kry. Pastaj thuj në Allahun mbështeta. Unë më shumë s'poj. Që kjo është mundësia më thonë. Pastaj në Allahun mbështeta. Mirë po, me lon mongu mundësi që mush me ndërmarrë. Nga neglizhenca, nga përtatësia. E pastaj thosh, haj se Allahu në iman, kjo nuk është çështje e duhur. Jo, Allahu të ndihmon kur ti ndihmon vetes tonë. Allahu të përkrah kur ti e përkrah veten tonë. Allahu xhallahu jep sukses për pikëve tua kur ti i merr masat e duhura. Por jo kur na dembela, kur janë në gjumë, kur janë të lodhme, do të presim duke na kry punë, e në iman Allahu azza xhall. Ja, kështu ja. Çka pejgamberi u konkë. Komandon në dashni Allahut. Mo Allahu më iman çurtë që ta bëj Allahu më iman mua. Me që thot se ka bëu këtë pejgamberi alayhi sallam. Jo të ndrozur, këtu e kemi një mësim gjithashtu se pejgamberi alayhi sallam është takuar me elitarët e ka prezdu islamin aty në. Edhe kjo ka qenë e sugjume nga ona pejgamberit alayhi sallam. Pse? Se ata të Mekës të vëllezër gjithmonë e kanë synu Taifin. Mekasit gjithë kanë synu me marë Taifin. Bërkështë Taifi është vend shumë i bukur. Në atë kohë, pasanikat e Mekës kanë pas pushimore në Taif. Verës kër ka qenë pa madhe në Mekë, ka shku kanë pushu në Taif. Edhe sot e kësaj dite, ka shumë një që i banu në Mekë, qytet tjera, kanë pushimore ose villa ose mëron në Taif. So është vend i bukur, është klima shumë e këndshme, ka një ngjan klimës tonë, në kuptim nuk ka vape madha, freski dhe ka gjelbërën të madha. Dhe gjithmonë banorët e Taifit kanë pas frikë se Mekasit për jam mësuar Taifit. Se Mekasit ka qenë më të fortë se banorët e Taifit, normal ka qenë më të fuqishëm, shumë më të organizuar, numerikisht më shumë. Dhe pejgamberi ka dashur që atyre më prezantojë Islamin në kuptim që me i siguru që kurreshtë e Mekës nuk ka mundësi me usulu, për shkak tash keni më fuqizuar me fenë Allahut azza xal. Dhe ka ditë kam ju qas, e ka ditë ka kam pikën e dapt, e ka çaj pika, ju ka afru pejgamberi alayhi sallam. Ka thënë këta e kanë pikë dapt kurreshtë e Mekës. E ka ardhur nga pikë dhe ka dashur që këtë aspekt me i përfituar zemrat e tyre. Prandaj kur don diku me thin Islam me mësu, të më ditë për shkak ku e kanë dobësi, jo me keq përdor, po me ashruar dobësi me Islamin, do të thonë Islami sa të ofron. Që sa mirë ti zgjidh problemet e tua, apo. Për shkak se njëri është i smut, i thosh, ktheu tek Allahu, lutë për shërim. Po, nga sa ai çat probleme ka. A dhe shumë është më rëndësi që me pas aftësi që njerëzit me ju deportuar në zemrat tyre përmes ndonjë problemi, dileme që ka, me azit dilemën, me azit problemin, me dhon përgjigje, kjo është shumë më e kafshme që ai nesër më bëu i devot shumë, ose musliman me hin fetë Allahu xhallahu ala kështu më radhë. Çështja tjetër që marrim të ndërmos është se pse banorët e Taifit usnë kështu me pejgamberin, që kjo shumë është rëndësishme për të ndërmos. Pse banorët e Taifit usnë kaq me arrogancë me Muhamedit alayhi sallam. Pse i thanë fëmijë shko gjuhën atë? Për çfarë arsye? Ata kishin frikë nga banorët e Mekës, tash nga kurreshtë e Mekës.
mos pi sulmojnë. Ishin të varur nga banorët e Mekës. Për mi kallzu sa jena lojal ndaj juve, ati që spajtot me u që i bojmë naftë. Në serviliteti ty në ka bo, ti në ka që arroganta. Dhe sot ka njerëz fatkeqësisht për të dëshmuar të dikush se unë jam 100% me juve, për me dëshmu servilitetin e lojalitetin, domthonë nuk heziton të jetë arrogant me një palë caktuar si për shembull muslimanët, duke shpiv, duke gëny, duke ndjerë gjykime realisht komplet pa drejta, veç mi qu selam e diku që unë me juve jam ato. Andaj këta kanë dalë jashtë zakoneve tyne. Thash, nuk ka qenë zakon i kurejshve ose i arabëve përgjithësi që të sillen këtu musafirin. Por për me rujt pozitën e tyne, për me vazhdu me përfitu nga financimi i caktuar, për me dëshmu realitet, ata çfarë ka bo, e kanë sunu pejgamberi sa që s'ka qenë punë e zakonshme. Pse? Me qu selam kurejshve se ai që ju e keni përzon edhe të na ardhë, po na çfarë sylem juve kur, na me juve jema pëtën. Nej, shikani dunia që ka po me njerëz të ndërëzër. Në asot fasën për banorët e Taifit, ata të ashtë banorët e Taifit të mirë, po unë më musliman krejt, po flasë për që general, për që ta që ka ervëzu pejgamberin, alayhi sallam. Ndaj, njëri nga dashnia për dunja, nga dashnia për pozit, del jashtë çdo standardi fatkeqësisht moral, human, logjik, të arsyeshëm e tjera me radhë. Pse? E di dunjaja, e di epshi. Në një të mërujtë në vëzër. Në dunjan duhet me punu, duhet me fitu, po jo me e dominu njeriu në dashnia për dunja, me haru këtë parimet, këtë sjelljet, këtë dëmon, me haru këtë zakonet e mira njerëzore, veç me mbrojt dunjana, pozitin që e ka. Shiko se ka kështu këtyna, në një ka qu me e plaguas pejgamberin, dashnia për dunja. Qka qenë do unë e mishruar dashnia për këtë botë, për pozit, e që kam pas të këpunit një Taif dvogël e kam pas, të këshim pas gjusë e dunjas të tjera, sens kam pas, do guri kam pas, hajt do bashkë kam pas, a përgjishtu sërmut pejgamberi, dhe i ka njërë fatë këqirë sëpona që ndodhë për një që po di një grusht, para, diqka, e shetë, fene, kombine, poplën, qka zbana, veç me fitu, veç aj me konë rahat do punë, po zbosh rahat, Allah, nuk mu është bubot rahat me trathije, me mashtrime, me korupcione, me hajnije, zbosh rahat shto, së është kjo rrugë e fitimit, rri lojal parimeve tua, rri lojal besimit tënë, rri lojal moralit, rri lojal, me këtë lojalitet, me të vërtetën, qka të fiton elhamdulillah, ama qka të fiton me te, duhet me tratu tash besimin tonë për me fitua, muslimani këto se banë, se banë këtë muslimani. Në ashtu nga mësime që i marim të dënozë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëmon i dërzuar ka shi situatës, s'ka ka pas me bërë. S'ka pas fuqi me reagu, s'ka pas forcë me kundërshtu. Mirë po, është një armë që askush nuk mund me të qarmatos për sajtë. Shiko, çdo armë që ki, dikush mund me të qarmatos. Për shumë nëse pari është fuqia që ki, dikush të qarmatos nga kjo fuqi. Ti merë parët. Autoriteti, arma, qfarë dhe koftë. Mirë po, duaja është një armë që askush s'ka mundësi me të qarmatos për sajtë. Kush ka mundësi me të nërë më dua? Ka mundësi dursin e miqunat, ani se qëmë durët. Ama gojën së në të nërë kërkush, zemën me folë me Allah së në të nërë kërkush. A shikoj gjithë më është një derë që është qelë. Kërkush ka derë së të mshilë. Mund me të mshilë derën e Mekës, si pejgamberi për mënë, derën e shpisë, derën e punës, derën e fitimit, do dyrë të mshilë e njerë për zullumit. Ama derën e Allah të mund me të mshilë. Jo, vëllë, kërkush. Këtë derë që qelë, kërkush në mshilë. Kërkush! Andaj, aj njëri që i ka vra, pejgamberi më ka të një rast, u koni njëri i ka vra 100 vetë. Po 100 vetë i ka vra, pëtën. Ama dikur i ka vra në menë mu pendua, pëtën. Ka në zbanë kështu, te e prej këmë bo. Ama ka në zdia pranohet pendimi për murën. Mu i mu pendua, ka udhë për mu. 100 vetë i ka vra, pëtën. A i ka vra në esin 99. U shku e ka vetë njëri, ama i devatshëm. E musliman po i di shumë. Ka musliman që janë devatshëm. Elhamdulillah janë mirë, ama dhije s'kanë. E për me vetë për punë të fesë, nuk duhet i devatshmi e hagjia, po duhet i dishmi. Pandaj u shku e ka vetë devatshmi. Aj, kër e ka një që i ka vra në të në vetë, u të meru, kom po qëfar pendimi për ty, dikë ke kriminal, e aj quet e vra në dhata. Së mësuaj, aj me vraj ka pas një të kalaj.
Po pa të brenda gjegja. Ama kësaj herë kërkon një adresë të duhur. E thënë shko të filendjeri se është i dishëm. Shko në vetë ato dhe të një këmërat që ka që njerës. A kam të ube. E që kjo është, pse përmën këtë ras është i gatë, po që tu do është të marrë. I ka thonë këtë djetari, e kush gudzon me të mshel dirë në të ubës me stejme së Allahut. E dirë qilë gjithë. Së të mshel në dirë, ta ka qilë zotit. Gjellë në gjellë në huapë. Ku gudzon nga mi thonë filonit, ty Allah së të dhëzën. Ku gudzon të kështu me thonë? Ty Allah së të falë. Së gudzon, se kjo dirë e qilën që ka qilë zotit gjellë në gjellë. Pa jam mshel Allahut, të së një mshel. Ndaj, duaja është dirë e qilë, gjithë e ki qilë këtë dirë. Nëse kejtë dirë mshelën, që kjo dira që kërë të mshelët. Gjithë Allahu dëgjën lutjen tonë, gjithë Allahu pranon kërkesat e tua, gjithmonë. Prandaj këtë dirë mëse lekur. Pejgamberi mi ka qudurët, edhe ka bu dua. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah falja popullit tëm nga sa ata nuk dinë ata. Nuk po dinë se me dita se kishin bërë këtë punë kështu. Ka edhe disa transmetime se ka mos pajtim tek dietarët rreth saksisë, po ka shumë që e bujnë sakt. Në kohë të lutjes ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Zot, nëse ti i kënaqesh me mua dhe nuk je i hidhnu me mua, nuk e kam guaj që kam ndodhur. Më rëndësisht me ty me konë mirë, Zoti jam atë. Pse më kanë plagos, pse më kanë rënu, pse më kanë përrashtu, kë harrohet. Më rëndësisht ti me qeni kënaqesh me mua, se ku më punën që duhet. Adresa kryesore e muslimanit është nësi Allahu xhallahu ala. Pra të ndërlozër, në duan që ka u pejgamberi alayhi salam, na i marrim dëmsim ato. E para, domthonse se lutja si mjet gjithmonë është në dorën e besimtarit. E dyta të ndërlozër, çfarë që të ndodh, kthimi tek Allahu më së pari. Lut Allahu xhallahu ala, Allah ndihmam, Allah lehtësama. Në çdo situatë, edhe kur ndodhi fatkeqësi, para se mua anku, para se me lajmëru, thuj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu tim, te Allahu kena mukti. Pastaj shkon fal ti kon tjetër. Ose për shembull, ki smundje, shko te mjeku. Po duke shku te mjeku, se para se më shku te mjeku, o Allah shuram, o Allah nimam. Mas pari troket ndër te Allahut, pastaj ndër tjerëve. Ki në i dert, lutë mas pari Allahun xhallahu ala, pastaj thu njerëzve. Ki borx, lutë Allahun, pastaj këto njerëzit. Njerëzit shkojnë provojnë këtë dyrë, te ky, ku mshelet, o Allah nimam. Po në rregull, pse s'është Allah i pari? Ajo është i pari i fundit, huwal awwal wal akhir. Allah është edhe i pari i fundit. Edhe mas pari fillojmë prej tij, po apet në fund kthehemi tek Allahu te barekuhu teala. Çdo muslimani mas pari fillojmë me Allahun xhallahu, o Allah nimam, o Allah lehtësama. Pastaj ju sebepe, apet tek Allahu kthehemi, thotë o Allahun sebepet i lypa. Po nëse ti nuk don kjo zbohet, andaj mund të sejmë u bëu. Lut Allahu xhallahu ala. Nga ajo që marrëm të ndërmjet është se pejgamberi son pat mundësi me i shkatrua ata. Edhe kush e ka ofruar këtë ofertë? Për shembull, të kish marrë një fest më i fortë, më thon, a don më shumë këta taif? Hajt kish marrë pejgamberi jam asë shërmase, çapo diun mos. Po Allahu po i thot. Allahu po thot. Ti më thon Allahu azza për ne që të ka buzllëm, atë marr shpirtin, merja, a thon. Sa Allahu po thon. Ande pejgamberi ka pas arsye të mjaftueshme me vonë që shkatroi. Po ka dëshmuar praktikisht se është pejgamber i mëshirës, jo pejgamber i dënimit. Se është pejgamber i thirrjes, jo pejgamber i gjykimit. Gjykimi tek Allahu është xhalla xhelalu. Ama na do të më thirrë jashtë, thirr. Mos nxitoni gjyku njerëzit. Po thirrën fen Allahu ta zonë, mësoj çka duhet të vërtetë me kon. Largoju ignorancën, largoju paragjykimet, largoju dilemat. Dhe pejgamberi alayhi sallam të ndërozër, domthon donte me bën ndryshim tek arabët. Me ndryshu mentalitetin, me ndryshu sjelljen, me ndryshu besimin e tyre. Po çysh? Përmes bindjes, jo përmes imponimit. Përmes kthimit të vullnetshëm, jo të dhunshëm në fen Allahu ta xhall. Prandaj që kjo fe Allahu xhallahu ala. Ande kush thot që është prap Islami me shpat, gënjen. Nëse Islami se ka as në udhëzime se ka këtë mësim, e me se ka në udhëzime, as musliman se ka përdor kur. Pejgamberi më dash me zar, a kish mujt tash me bë? Mëti. Kur i kish myt Allahu që ta Taif, këtë kishin besu pitut apo. Ma myt edhe neve atë. Po s'ka dashur pejgamberi son. Ka dashur një bindje të vullnetshme, një bindje, një nënshtrim në bazë të pranimit të arsyeshëm, natyrshëm.
Kjo është ndryshimi që ka me të pejgamberin. Për ndryshim po ndryshim përmes bindjeve dhe kuptimeve të caktuara, jo përmes imponimit të dhunës apo interesit material. Nga që marrëm ne këtu të ndonjë është se kjo është ngjarje më e vështirë si kurse seka, që ka kaluar për ta pejgamberi alayhi sallam. Pse? Pse ngjarja më e vështirë? Për mëna më herë ato. Dhe këtu po shtoj edhe një send me rëndësi. Po është më e vështira për shkak se është e kanë lëndu. Po jo vetëm për shkak të lëndimit personal të pejgamberit alayhi sallam. Po për shkak se e kam pru vetën dhe që atë pikso që kanë mund të më shkatru. Kam mund më dënu që kam bo. Andaj pejgamberi ka pas shtirë që dikush më ardhene situatë sa që Allahu te barta mund me shkatru e me mytë, si kurse i ka shkatru e i ka mbyt popit e më hershëm. Dhe më përbyllet të ndërëzër që marrëm nga kjo është se pejgamberi alayhi sallam nuk ka këqyr në vetën e tij. Të këshyr pejgamberi në interesin e tij. Me këshyr interesin tem, me këshyr nefsën e vetë, me këshyr egon e vetë. A kish me thonë, më të jam ose më të? Më të. A më ka ngucë mu, më të. Ma pejgamberi me ka e komplet, do mos e ka largu vetin nga këtë kalkulim. Pejgamberi ka qenë në nivelin më të lartë moshëm të vetmohimit. Absolutisht vetë ati ka qenë e lirë, shumë. Ka shi besimit në Allahun të Bartave. Mu më kanë gjujt, më ka bu, kalohet kjo. Më rëndësirë që në të vinë gjënat e ashme të besojnë në Allahun të Bartave. Besojnë në Allahun, më në të ketë dikush i besojnë në Allahun Gjellewala. Edhe pse mu më ka bu këtë punë. Pra e në të nërëzër, muslimat du me kalu vetë në ti. Jo mu hakmarë për gjithë qka që e prej dikush, ose qka lëndën dikush. Kalu, mëno me konë ma i gjonë, mëno me shiku në pasoja, si kurse ka shiku pejgamberi alayhi sallam. Sot kjo bëhet për nesër që ka komendot. Pra dhe muslimani nuk është i zhytën në moment. Nuk lën me kaplu momenti. Por përmes momentit, përmes qastit, përmes realitetit, aje shikon të armën, aje shikon pasojat, ku na qënë kja, ku shpije kja, rrugë dhe ku është kjo me shkuam të. Dhe pejgamberi kur ka po, nëse shkatron këta, që ka ndodhë? Që ki venit të banor? Shkatën i mos, breza, skosët, a ka më shkatru? Dhe shiko, ka shiku shumë lartë pejgamberi, ka qenë vizionar, lartë pamës. Nëse këta zbesojnë, vinë tjertë, edhe që ashtu ka ndodhë. Kanarë tjertë ka mesuam të. Kanarë tjertë ka mesuam të. Bile, kur ka vdek pejgamberi alayhi sallam, nuk ka pas pisa roba që e kanë shu fejnë, e kanë shu fejnë. Për ty në ka pas tendencë edhe populli Taifit, e uqu, njëri për ty në ka thonë, o, populli Taifit, të mëramë të një bo musliman, të parë për të një medala, edhe që ke fjallë, ka thonë, ja, Allah, s'po bëjke. E ju në këthi fejnë Allah të prapë, edhe kanë qëndru, i kanë imu, pas të e bubekrit, kundër fiseve tjera. I kanë pas muslimat mirë, hala ka, vazhdojnë me pas në të vene, në në pse, se pejgamberi ka menu pak më largë, se të këmë të ti, se të vetja ti, pak më largë menu njëri në pasoja, edhe në kuptimin e të mirës, po edhe në kuptimin e të keqës. Sot të mush një sen me oli u fëmive tu, me koni pak kujdesshëm, po nesër që ka bëhet, me në pasoja. Sot venin të mundet një sen më ardhë, pastaj, që ka ndonë të armën? Shikoni për shembull sa punë të kaluarën, as i kena paramenu që bon muhabet, se limo që bon pjesë e realitetit tonë. A ju më bon? Ju më bon? Para 20 vjetë, 25-30 vjetë, me folë për të sane që tash për në ndodhin, a këshu me besu? Ja, ma që faqë, së s'ta vjen puna, po vjen. O me një kursimi të kujdes shumë, nuk kemi rojtar të gudzim shumë në kufirin e moralit, e nderit, e turpit, e besimit, dhe për të në tulfar rëzilloku në shoqnin edhe në vendin edhe në familjet tona. Pra në besimtari shikon pasoja edhe për të mirë, edhe për të keqë. Prandaj, se për këtë mirës, bën sabër, nga se ka dobi, në të ardhmen vjen e mira. Po se për këtë keqës, pra bën sabër, po në luftimin e saj, jo në vënimin e kundërshtimit të saj. Ja se kështu në kam su pejgamberi të jemi vizionar dhe larg pamës të shojmë për tej veteve tona, për tej interesit tona. Kjo është ngjarja e Taifit të ndërlozër, që ka qenë ngjarje e rëndësishme, ngjarje e madhe, dhe pejgamberi alayhi sallam është kthy prapë në Mekë, dhe tashmë situata është tensionu kogja shumë. Do ka vdekur Abu Talibin, Hatixha, tash Taifi e refuzoi, dul zoni që e kanë gurzu pejgamberin, fillon kurrejt me utall me pejgamberin alayhi sallam edhe më shumë,
e tash të shohim se çka po sjell e ardhmja. Si e ka ngushtu Allahu pejgamberin dhe çfarë rrugdalje ka bëu Allahu pejgamberin në këtë situatë kaq të tensionuar me kaq ngarkesa në Mekë pas kësaj që ka ndodhur për zgjidhjen dhe për rrugdaljen e të lasëm inshallah në takimin e ardhshëm për të pasë si e ka ndihmuar Allahu pejgamberin qysh kurkush se ka paramenuar. As kurkush se ka di që çështo kam ardh zgjidhja por Allahu është ai që i ka punë dorë. Kur ai do me një robën, vallahi s'ka kush e humbon. Kur ai do me nxjerr robën s'ka kush e dëmton. Prandaj njeri lidhet me Allahun xhallahu ala, ne Allahun mbështetet e pastaj Allahu është ai që sjell zgjidhje. Kjo është e për sot. Allah është përbleft për sabrin, për vëmendjen, për mundësinë. Allah na takon punë të harë gjithmonë, agjerim të letë të planuar. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.